الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Falenderojmë Allahun xhelle shanuhu, atij I takon falenderimi, I cili është Zoti I gjithë botrave, krijuesi I gjithësisë, ndërsa paqja dhe shpëtimi I Allahut qoftë mbi më të dashurin tonë Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër musliman, veçanti I takojnë falenderimet Allahu xhelle shanuhu, I cili na mundsoi ta kalojmë në muajin e Ramazanit, I cili muaj është I begative dhe I mirësive të mëdha. Jemi falendërues ndaj Tij I cili na mundsoi të arrijmë këtë ditë e cila është kurorëzim I përpjekjeve tona të një muajit, I përpjekjeve me agjerim, me namaz, me dhikr, me lexim Kur'anit. E lutim Allahun xhelle shanuhu që të na forcojë zemrat tona dhe të na bëjë të mundshëm që përpjekja jonë të mos mungojë, përpjekja jonë të jetë e vazhdueshme gjatë tërë jetës tonë, duke qenë rob të mirë të Allahut, duke u mundu që t'i bindemi atij, ta respektojmë atë, derisa të na vijë momenti I fundit I ndarjes në këtë botë kalimtare dhe I takimit inshallah me Allahun xhelle shanuhu. Për të folur për falenderimin I cila është gjysma e fesë. A thua mund të falenderojmë Allahun dhe jemi duke falenderuar atë sa ai e meriton? Këtë pyetje e kishte parashtruar edhe Musa alayhis salam, kur I tha Zoti xhelle shanuhu me cilin ka folur, thotë o Zot, si mund të falenderoj për gjithë këto të mira që I ka dhënë, thotë kur vetë falenderimi është një mirësi. Vetë falenderimi, sepse gjithë njerëzit nuk e falenderojnë si çdo të Allahun, si që meriton ai. Prandaj vetë falenderimi është mirësi. Allahu xhelle shanuhu I tha, nëse këtë e kupton, atëherë me të vërtetë nuk I falenderu. Pa I e pyeti edhe si ka mundësi dhe si të falenderoj edhe Ademi alayhis salam. Gjitha të mira që ja kishte dhënë Ademit alayhis salam, duke krijuar me dorë tua, duke ja dhënë shpirtin, e kishte vendosur në xhenet, kishte urdhëruar për Ademin, për babain e njerëzimit që edhe me lajë që të bien në sejdë. Atëherë Allahu xhelle shanuhu I tha, o Musa, Ademi e ka ditë se këto janë prej meje dhe më ka falenderuar për to. Të ky ka qenë falenderimi për gjithë mirat që kam dhënë. Falenderimi gjithmonë I takon Allahu xhelle shanuhu. Për të folur për falenderimin dhe për ta ditur se sa është meritor Allahu xhelle shanuhu ta falenderojmë, ne në çdo namaz, çfarë do qoftë ai, sunnet apo farz, në çdo rekat, madje edhe ajeti I parë I surës Fatiha I Kur'anit është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimi I takon Allahut, I cili është Zoti I gjithë botrave. Pra themi Elhamdulillah. Prej lutjeve të Davudit
Ibrahimis a.s. është që Allah ta bënte që gjua ti tjetë përkujtusin ndaj Allahut, me gjuhë me përmend Allahun. Trupin e durushëm, si dhe zemrën falenderuse. Pra me trup, me bo sabër ndaj ndalesave që Allahu Gjeshanu i ka përcaktu për robët e ti, për kufi që i ka vendosë Allahu dhe këtu banë, këtu nuk banë, e ndonjëherë Allahu Gjeshanu edhe ndaj të mirave kërkon që të privohemi për një moment caktuar, sikurse ishte rasti me agjërimin ku Allahu Gjeshanu kërkoi që të heqim dorë edhe nga të mirat, edhe nga gjërat e domosdoshme për jetë, për një kohë caktuar. Kjo është një edukat e madhe shpirtërore për besimtarin, kur Allahu Gjeshanu e përgatit ndonjëherë që ai të heqë dorë edhe nga ushqime që janë domosdoshme dhe të nevojshme për jetë, e ku na mbetet të largohemi nga haramet, nga gjërat që Allahu Gjeshanu kërkoj që besimtarët të qëndrojnë larg, të mos u afrohen atyre. Me qenë falenderus ndaj Allahut. Omeri radiallahu anhu e kishte dëgjuar një ditë një njeri i cili lutej. E lutja ati ishte pak sa e çuditshme, ma ndryshe. Ai lutej duke thënë o Zot më bën prej atyre që janë të pak. Omeri radiallahu anhu thot, çfarë duaj është kjo? Kush janë ata pak? Thot, as e ke lexuar Kur'anin? Kur'ani thot, wa qalilun min ibadi ash-shakur, e pakën për robët mi që më falenderojnë. Pra jeti Allahu Gjeshanu nga robrit e mi falenderus që janë pak. E unë po kërkoj që t'jem për atyre me pak. Falenderus nuk në qenë kanë gjithë njerëzit. Ndodhë që njeriu bëhet ndonjëherë edhe mendje madh, nga pasuria apo në pozitën cilën vjen, duke mos e falenderu Allahu Gjeshanu, të haroj atë. Prandaj falenderimi është një çështje shumë e rëndësishme që Allahu Gjeshanu kërkon për ne që të jemi rob falenderues. Prandaj ne gjithmonë atë falenderojmë, e falenderojmë edhe për mundësinë e agjërimit që kaluam këtë muaj kaq të begat, që Allahu Gjeshanu e cilësoi muajin cilin thot pejgamberi alayhis salam, në çdo ditë dhe çdo natë të muajit Ramazan Allahu liron shumë njerëz, shpëton shumë njerëz nga zjarri i xhenemit. Ai i cili thot agjeron Ramazanin, imanen wa ihtisaben, me besim dhe bindje të fortë në Allahun, edhe me shpresë se Allahu do ta shpërblej, thot i falen gjitha gjunahet e mëparshme. I falen gjitha gjunahet e kalume. Andaj Allahu Gjeshanu bëri muaj të shpëtimit nga zjarri i xhenemit, muaj i faljes së gjunaheve, muaj i cili shpërblimin e ka shumë të madh, të shumë thjesht, shpërblim për cilin kemi nevojë, falje për cilin kemi nevojë, ne, familjet tona dhe gjithë muslimanët kudo që janë. Mirë po, manifestimi i mos agjerimit publikisht është një prej gjunaheve të mëdha, është një shenjë mos respektit, është një patupsi e madhe, është diçka se Allahu Gjeshanu gjykon fort, edhe pejgamberi alayhis salam i paraqiti ata, duke thënë ata janë paraqitësa, cilët nuk i falë Allahu, pra cilët gjunahin e vetë madje dhe publikojnë, duke treguar mos respekt, duke i nënçmuar edhe besimtar, e kjo është sigurisht një antivlerë islame, kjo është diçka që prej saj duhet të heqim dorë dhe të kemi kujdes, aq sa kemi mundësi dhe sigurisht mundësit janë të mëdha. Vëllezër musliman, jemi sot këtu në këtë shtëpi të Allahut xhaleshanu. Për të folur këtë bajram, kësaj dite kaq të madhe,
është ditë festive. Në gjuhën arabe i thuhet Eid. Eid do të thotë diçka që kthehet. Bajrami kthehet, vjen tjetri. Allahu t'jep mundësi gjatë jetës me bot teube, mu kthy. Dikuj edhe nuk i premton, edhe koha nuk arrin mundësinë Allahut. Shkon nga kjo botë. Mirë po ta dim se ishte një mundësi e madhe ky Bajram. Na u kthy, na erdhë, jo ai i njëjti që ishte më herët. Nuk na gjen njëjtë, nuk na gjen edhe të tjerët njëjtë. Mirë po ky vjen, ata cilët arrin këtë mundësi, ky është një privilegj i madh. Mundësi me bot teube, mundësi me ju kthy vetes. Mirë po, disa raste njetë nuk kthehen. Disa mundësi t'jepen vetëm një herë në jetë. Disa gjërat ndodhin vetëm një herë në jetë. Pa ka mundësi dikush disa herë t'ju vije që sot popullin një herë vjen vera kadera. Ky Bajram na u kthy prapë, arritëm ne, alhamdulillah. Ata cilët kanë kalu Allahu i shpërblet me xhennet, pas bërë rahmet në shpirtat e tyre. E ne që arritëm këtë mundësi, pra shumë mundësi tjera nuk mund t'i arrijë. Po do të them se edhe mundësin që e patën deputetët djenë, për me bot diçka, për me dhonë dhe me mbet ata pjesë e historisë të bërë si poplit, për me ndru diçka për të mirë, ajo mundësi ndoshta mua atyre nuk do t'u jipet, sepse ata nuk jenë gjithmonë aty. Ata nuk do t'jenë gjithmonë dhe për herë nuk do t'jenë në atë kuvend. Do të ndrohen tjerë. Prandaj atyre ju dhani mundësi, e patën një rast me kontribu dhe me lënë gjuhën pashlyeshme, mirë por nuk e bon ato. Nuk e bon ato dhe këta themi me keqare më të madhe, pra njerëzit e tillë nuk e meritojnë që të na udhëheqin, që të jenë në bazë të popullit, njerëz cilët nuk e marrin parasysh fenë e tyre, njerëz cilët nuk i kanë parasysh rregullat dhe besimin Allahun xhashahu, pra besimin e tyre, si besim islam, besim i tyre dhe besim i popullit shumit që jemi këto. Prandaj çfarë keq që ka? Dash nuk mund parashtrohet kjo pyetje çfarë të keqe. Mirë po çfarë do të thoshte konkretisht? Unë nëse do t'jepja një orë mësimit në për shkolla, unë nëse do t'ju mësoja fëmijët juj, vllazit e juj, e besimin Allahut, e çfarë do t'keqe do t'kishte nëse do t'ju thoshte friksojnë Allahut, nuk ban alkooli, nuk ban droga, duhet ta besojmë Zotin, kemë dalë para tij. Do t'i me respektu rregullat e tij, me respektu njeriu. Çfarë keqe ka në Islamin që po privohen ta mësojnë, pra njerëzit tanë, fëmijët tanë, vëllezërit tanë, Islamin, fenë e tyre, besimin e tyre në shkolla. E kjo drejt pra nuk po ju mundsohet, nuk po bie në ujdi në asnjë mënyrë ata cilët ne i zgjodhëm e për cilët vota është dëshmi, ne dëshmuam për ata se ata jenë takë, jenë zotë, mirë po ta dim se për dëshmin do t'japim përgjegjësi nesër për Allahun xhashahu. Ata cilët e kundërshtojnë të mirën, kjo do të thotë mos me përkrat vërtetën. Kjo do të thotë edhe me qartë, do të thotë me ndihmu të keqen. Kur nuk përkrahet e vërteta, kur nuk ndihmohet e vërteta, kur kundërshtohet e vërteta, atëherë ke ndihmu të keqen, e ke përkrah të keqen. Allahu xhashahu thot në surën e Nur, ajeti 19,
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ata cilët thot dëshirojnë që të përhapet e keqja, përhapet patupësia, moraliteti, në mesin e atyre që besojnë, mesin e besimtarve, thot ata, për ata ka dënim të dhëmshëm në dunja dhe në ahiret. Ata cilët dëshirojnë, kanë qenë që të përhapet e keqja në mesin e muslimanëve, kontribojnë për të keqen, i bojnë nga të keqes, për ata ka dënim të dhëmshëm në jetën e kësaj bote, si dhe në ahiret, në botën e ardhshme. E njerëzit e cilët bëjnë gjëra të tilla e kundërshtojnë vërtetën, e kundërshtojnë atë e cila është e drejtë, atëherë pindimojnë të keqes, e kur përhapet keqja me këqijat e saj, e përhapet immoraliteti, patutësia, e veprat e ndyta, atëherë njerëzit e tillë që nuk e pengojnë këta, njerëzit e tillë që nuk i